A e dini se emri i Iliris përmendet drejt për drejt në Bibël, jo në ndonjë legjend, jo në ndonjë kronik të mëvonshme, por në një nga librat më të rëndësishëm të krishtërimit, në Dhjatën e Re. Dhe kjo nuk është një përmendje e rastësishme. Është një fjali që vendos tokat ilire në hartën më të hershme të përhapjes së krishtërimit në Evropë. Para se të vazhdoj mëtej, nëse ju pëlqejnë historitë të tilla që tregojnë të vërtetat e fshehura të së kaluarës son, pëlqejini videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu zbulojmë ngjarje që rrallë tregohen në librat e zakonshëm të historisë. Në letrën drejtuar Romakëve, kapitulli 15, apostulli Paul shkruan një fjali shumë të rëndësishme. A i thot se ungjilli ishte përhapur nga Jerusalemi deri në Ilirik. Në atë kohë, kjo nuk ishte thjesht një përmendje gjeografike, ishte një deklarat për shtrirjen e misionit të krishtërimit të hershëm. Jeruzalemi ishte vendi ku kishte filluar gjithçka, vendi ku kishte jetuar dhe predikuar Jezusi, ndërsa Iliriku përfaqësonte skajin perëndimor të botës, ku kishte arritur lajmi i ri i krishtërimit. Me fjalë të tjera, apostulli Paul po tregonte se mesazhi i ri fetar kishte kaluar mijëra kilometra dhe kishte arritur deri në brigjet dhe malet e gadishullit Ilirik. Në kohën e perandorisë romake, Illyricum ishte një provincë e madhe që përfshinte një pjesë të madhe të Ballkanit perëndimor të sotëm, territore që sot përfshin Shqipërinë, Kosovën, Malin e Zi dhe zona të tjera përreth. Këto toka nuk ishin qendra të mëdha perandorake si Roma apo Aleksandria, por kishin një rëndësi strategjike të jashtëzakonshme. Një nga arsyet kryesore ishte Via Egnatia, një nga rrugët më të famshme të perandorisë romake. Kjo rrugë lidhte lindjen me perëndimin dhe kalonte pikërisht nëpër tokat ilire. Nëpër të lëviznin tregtar, ushtar, diplomat dhe udhëtar nga e gjithë perandoria. Por bashkë me mallrat dhe ushtrin përhapeshin edhe ide të reja. Mes këtyre ideve ishte edhe krishtërimi. Misionarët e parë të krishterë shpesh udhëtonin pikërisht përgjatë këtyre rrugëve romake. Ata predikonin në qytete, në tregje dhe në komunitete të vogla përgjatë rrugëve tregtare. Kështu nuk është as pak e çuditshme që mesazhi i krishtërimit të kishte arritur deri në Iliri shumë herët. Edhe pse historianët debatojnë nëse vetë apostulli Paul ka hyrë fizikisht në territorin e Ilirisë apo vetëm në zonat përreth saj, një gjë është e qartë. Iliria ishte kufiri i misionit të tij. Ishte pika ku krishtërimi po hynte për herë të parë në Evropën perëndimore. Kjo e bën përmendjen e Ilirisë në Bibël jashtëzakonisht të rëndësishme. Sepse ajo tregon se tokat ilire nuk ishin thjesht periferi të harruara të perandorisë romake. Ato ishin pjesë e rrjetit të madh historik, ku po formohej një nga civilizimet më të rëndësishme të botës, civilizimi i krishterë evropian. Në shekujt që pasuan, kjo përhapje u bë edhe më e dukshme. Në rajonin e Ilirisë filluan të krijohen i peshkëvi dhe qendra të organizuara kishtare. Qytetet të ndryshme të gadishullit ilirik u bën pjesë e strukturës së hershme të kishës. Një tjetër detaj shumë interesant lidhet me faktin se nga vetë Iliria dolën edhe figura të rëndësishme të historisë së krishtërimit. Në shekujt e mëvonshëm të perandorisë romake, disa nga perandorët që mbështetën dhe përhapën krishtërimin vinin pikërisht nga provincat ilire. Historianët shpesh theksojnë se rajoni i Ilirisë ishte një nga burimet më të mëdha të ushtarëve, administratorëve dhe madje edhe perandorëve romak.
Kjo do të thotë se tokat ilire nuk ishin vetëm një territor ku kaloi krishtërimi, por një rajon që kontribuoi drejt për drejt në zhvillimin dhe mbrojtjen e tij. Në këtë mënyrë, Iliria nuk ishte vetëm një kufi i misionit të apostullit Paul, por një pjesë aktive e historisë së krishtërimit që do të formonte më vonë identitetin fetar dhe kulturor të Evropës. Me kalimin e kohës, rajoni u shndrua në një pikë takimi mes dy botëve të mëdha të krishtërimit, traditës latine të perëndimit dhe traditës bizantine të lindjes. Kjo pozitë gjeografike e bëri Ballkanin e sotëm dhe në veçanti territorin ilir një urë mes dy kulturave fetare dhe civilizuese. Por ajo që e bën këtë histori edhe më interesante është lidhja mes Ilirisë dhe Shqipërisë së sotme. Shumë studiues theksojnë se një pjesë e madhe e territorit të Ilirisë përkon me hapësirat ku jetojnë shqiptarët sot. Kjo nuk do të thotë se historia është lineare dhe pa ndërprerje, por tregon se këto toka kanë qenë pjesë e proceseve shumë të hershme që formuan Evropën. Në këtë kuptim, përmendja e Ilirisë në Dhjatën e Re merr një kuptim shumë më të thellë. Ajo tregon se rajoni ynë ishte pjesë e historisë së krishtërimit që në fillimet e tij. Tokat ku jetonin ilirët ndodheshin në një nga korridoret më të rëndësishme të përhapjes së ideve, besimeve dhe kulturave. Nga Jerusalemi në lindje deri në brigjet e Adriatikut në perëndim, mesazhi i krishtërimit kaloi nëpër tokat e Ilirisë. Dhe kjo është arsyeja pse emri i këtij rajoni mbeti i shkruar në një nga tekstet më të rëndësishme të historisë njerëzore. Pra, herën tjetër kur të dëgjoni për Ilirin, mos e mendoni vetëm si një kapitull të largët të historisë antike. Sepse emri i saj nuk gjendet vetëm në kronikat romake apo në tekstet e historianëve të lashtë, ai gjendet edhe në Bibël. Dhe kjo është një dëshmi se tokat e Ilirisë kanë qenë pjesë e historisë së madhe të qytetërimit evropian shumë herët se sa mendohet shpesh. Tani është radha juaj, na tregoni në komente. A e kishit dëgjuar më parë që Iliria përmendet në Dhjatën e Re? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.